për lëvizjen socialiste për integrim, 21 janari, ka qenë një sulm i mirë organizuar, i armatosur, i drejtuar nga Edi Rama kundër Këshillit të Ministrave për marrjen e pushtetit me dhunë. 28 janari ishte një manifestim hipokrizie, jo qytetarie, i leadershipit të Partisë Socialiste që organizoi dhunën e 21 janarit si rezultat i përshkallëzimit të së cilës humbën jetën 3 qytetarë, të cilët në rast se kryetari i Partisë Socialiste do bënte thirrje para 21 janarit që të mos përdorej dhunë, absolutisht sot do të jetonin si gjithë qytetarët e tjerë, pranë familjeve të tyre dhe nuk do të kishte asnjë të lënduar. Ashtu sikurse për ne nuk është e papritur deklarimi më i fundit se Partia Socialiste nuk do marrë pjesë në zgjedhjet e 8 majit. Ua kemi thënë ndërkombëtarëve që në fillim të historisë së gjeoekutive, që qëllimi kryesor është si të mos hyhet në zgjedhjet vendore. Ne përshëndesim angazhimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të asistuar hetimin e kësaj çështje, pasi kuptohet që zhvillimet e pas 21 janarit kanë ngritur pikpyetjet e tyre mbi objektivitetin dhe seriozitetin e procesit hetimit, i cili patjetër që duhet hetoj pasojat, por në radhë parë duhet hetoj shkaqet. Unë dua të shpreh gatishmërinë tonë që të gjitha tabulatet e gjithë telefonave të ministrave, të deputetëve, të përfaqësuesve të LSI-s të vijnë në dispozicion të këtij komisioni hetimor parlamentar në rast se ai kërkon. Nuk e kuptojmë që ata të cilët janë qerrë për vite gjysmë për gjëra transparencën, pse kanë frikë se çfarë kanë biseduar ose më saktë me kë kanë biseduar gjatë 5 orëve të sulmit kundër rendit të kushtetues. Në rast se secili ka bërë detyrën dhe është sjellë si qytetar i denj i këtij vendi, nuk ka nevojë fare, bilet duhet shkojë të bashkëpunojë vetë me Komisionin Hetimor Parlamentar. Kërkoj edhe një herë tjetër për shpejtimin e gjithë përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme vendore të 8 majit. Ky do të jetë objektivi ynë kryesor.